Në fakt shumë e kanë konsideruar Ronaldon edhe si një pengesë për Portugalin. Ju çfarë mendoni? Unë nuk merret më kështu me gjithë, por varet si e shohin ata, sepse Ronaldo ka një personazh, ka një ndikim. Jo vetëm në Portugali, por në botë. Kështu që edhe tifozët duhet të shohin në fushë për gjithë ato që ka bërë. Edhe ndonjëherë ndikon edhe skuadrën, sepse nuk do ta fus kështu në një kështu, por unë mendoj që Ronaldo është Ronaldo, por edhe për mirë edhe për keq skuadrën e vet. Por ato që drejtojnë skuadrën, ata do ta shikojnë ose është mirë ose nëse është keq për skuadrën. Unë nuk të gjykoj dot Ronaldo. Në fakt, vetëm në ndeshjen e fundit ndaj Republikës Demokratike të Kongos, Ronaldo e preku topin vetëm 25 herë. A mund kemi një reagim të tij në ndeshjen ndaj Uzbekistanit? Po nuk ka lidhje, edhe mund të preke vetëm një herë topi, nuk ka varet çfarë bën kur ti e prek topin. Nuk ka lidhje 1.25 100. Por unë mendoj që Ronaldo nuk e ka marrë. Kështu që ndeshjen e dytë ai mund të shfaqet, siç kam thënë, ai nuk shfaqet më shumë, kështu që nuk ka, por Ronaldo nuk ka kështu, jo e ka marrë, jo ka ikë, jo. Ai mund të shfaqet në çdo moment, edhe nuk të bëhet që asnjëherë nuk e pres. Kështu që unë prap kam besim te Ronaldo. Mbyllet një epokë e lavdishme me Ronaldon dhe Messin, por ai ka gjetur futbolli botëror dy zëvendësuesit e tij mbase yjet e së ardhmes? E para që është Mbappe, e dyta është Haaland. Edhe Haaland e Norvegjisë. Këta dy do të jenë në rivalitet. Aty janë, edhe aty. Por nuk krahasot me Ronaldo, me Messi dhe Ronaldo. Janë nuk e di. Është e vështirë. Ju vet Abraham jeni fan si Messit apo Ronaldos nëse do të bëjmë një ndarje? Messit. Ko? Po mua është, nuk e di, Messi është futboll. Po mua është futboll. Jo vetëm gola, por Messi është futboll. Është një akt jashtëzakonshëm. Flasim pak edhe për pretendentët kryesor të këtij turneu. Kë shihni si kombëtaren favorite për të fituar trofeun në fund? Francën. Po, Francën. Çfarë e diferencon këtë kombëtare? Ka shumë lojtarë jashtë. Kanë luks, kanë lojtarë që janë nuk edhe tre ekipet në një, tre ekipet brenda